Një lajm i trisht ka tronditur të gjithë shqiptarët pasi është ndarë nga jeta në moshë të re këngëtari i njohur shqiptar Shpat Kasapi. Për të folur për këtë ngjarje kam të ftuar në një lidhje direkte këngëtaren Ergita Baja. Ergita, faleminderit shumë për intervistën. Ju keni pasur një bashkëpunim me Shpat Kasapin, kështu që edhe ky lajm besoj që ju ka prekur shumë. Pra shumë që këtë lidhje direkte ta bënim për diçka të bukur, pse jo për duetin ton, po më shumë e trisht, nuk kam fjalë, jam thjesht e shokuar. Nuk e di, jam komplet e shokuar. Si e keni pasur, po themi, njohjen me Shpat Kasapin? Unë Shpatin e kam njohur nëpërmjet studios, nëpërmjet producentit të studios GMI7, Gen Myftaraj. E njoha në studio, ishte një djalë shumë pozitiv, shumë bashkëpunues, shumë suportues. Më pas kishim xhirimet që do t'i ruaj fort ato videot sepse kemi kaluar shumë bukur. Unë patëm fat, edhe prindrit e mi patën fatin që ta njohin Shpatin. Dhe thjesht ishte djalë i mrekullueshëm, nuk e di. Ju keni bërë një këngë bashkë që quhet titullohet Më thirr, apo? Po, më thirr, po. Do ta ruaj fort atë kujtim. Si lindi ky bashkëpunim, pra kush i propozoi kujt? Atëherë, unë jam në menaxhimin e labelit GMI7, Genti, CEO i GMI7-it, kishte shumë miqësi me Shpatin, e kishte shok prej vitesh. Nëpërmjet Gentit unë e kam njohur Shpatin, kemi patur disa raste që jemi takuar në studio. Edhe them faleminderit, i them që kam patur mundësinë që ta njoh dhe të kemi material kujtime të ta ruaj fort. Ergita, si ishte Shpati nga afër, ndryshe nga që e kemi njohur si këngëtar, po themi, gjatë gjithë kohës në televizione? Për aq sa unë e njoha, ishte një djalë i mrekullueshëm, domethënë ishte shumë pozitiv, shumë. Ishte po ai Shpati që qeshte gjithë kohës në ekran? Shumë i qeshur, edhe më i qeshur, më beso. Ishte plot vlera, ishte, nuk e di, o zot, ishte shumë suportues, ishte jashtëmase suportues ndaj meje që nuk e di, ishte vërtet, ishte reali që dilte edhe në intervista. Ishte po i njëjti Shpat, edhe më i qeshur se sa mund të ishte. Nëse aty ishte 100%, aty jashtë kamerave ishte 101%. Keni pasur komunikim kohët e fundit? Jo, nuk kam patur dot komunikim. Normalisht ndonjë mesazh privat për biznesin e tij që hapi, normalisht e urova. Më tepër jo, nuk kam patur më. Ne patëm mundësinë të kishim një intervistë të përbashkët diku tjetër për këngën tonë. Edhe aty mësova, domethënë, edhe më shumë kur po fliste dhe me sa thoshte i pëlqente shumë Tirana. I pëlqente shumë Tirana sepse aty në Tiranë kishte çdo gjë, domethënë lidhje me projektet dhe me Gentin që i ka bërë disa këngë, plus e kishte bashkëpunëtor shumë të mirë, shumë mik të mirë. Thjesht nuk e di, akoma nuk arrit të ta besoj që ne jemi duke folur për këtë gjë akoma, nuk është shumë e pabesueshme. Nga bisedat që kishte ndonjë, ishte i shqetësuar, shprehte ndonjë shqetësim, ndonjë, po them. Nuk mund të flas për këtë sepse nuk kisha një raport shumë të afërt miqësor me Shpatin, thjesht më lidhi bashkëpunimi, por më tepër nuk është se kam patur biseda, nuk është se kemi patur biseda, thjesht bashkëpunimi edhe kaq, që kanë qenë edhe prindrit e mi të pranishëm dhe kam patur fatin ta njohim. A kishit lënë ndonjë bashkëpunim në të ardhmen? Nuk është se e kishim lënë me po apo jo, por që fliteshim që mund bënim diçka, por që edhe sikur të bëhej nuk mundet më tani të realizohet. Çfarë ka humbur muzika shqiptare me ikjen e Shpat Kasapit? Ai ka dhënë shumë vlerë artit shqiptar. Unë jam rritur me këngët e Shpatit. Ka shumë hite që Shpati i ka dhënë Shqipërisë dhe ka ikur një vlerë
artit shqiptar. Ishte vlerë. Brezi im është rritur me këngët e tij. Nuk di ç'të them më tepër. Kush ka qenë kënga jote e preferuar nga Shpat Kasap, nga këngët e Shpat? Balle Unë kosovare. dua të ta kujtoj vetëm përmes muzikës atë njeri, sepse ishte vërtet i mrekullueshëm. Një këngë që është po, valle kosovare normale, që do mbetet gjithmonë edhe pas shumë vitesh, domethënë, Shpati do jetë gjithmonë në çdo gëzim të njerëzve. Ergita, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit. Faleminderit shumë.